si që jeni dishmitar, bëm një ndryshim të madh në qëndrimin e shtetit ndaj qytetarëve. Dhe ky ndryshim u shpreh para zgjithash në dhënien, në rikthimin e parave të taksave qytetarëve shqiptar. Ky është një parim themelor për ata që qeverisin. Miq, shteti është si familja. Ta dini këtë. Ai që drejton familjen, ai ka një detyrim që të ardhurat e familjes t'i shpërndaj në mënyrë të drejtë për anëtarët e saj dhe mënyrë transparente të tregoj se çfarë do bëhet me tjerat. Kështu është dhe qeveria. Ka detyrë ato që mbledh nga qytetarët, taksat, t'ja u rikthej spari qytetarëve dhe të tjerat t'i përcaktoj për shërbime ndaj tyre, për shtetësinë, për arsimin, për rrugët, për shkollat, për vepra publike. Çfarë ndodhi në Shqipëri? Çfarë ndodhi në Shqipëri? Në Shqipëri ndodhi një zhvillim që te i kalon çdo imagjinat. Në qoftë se nga viti 2005 në vitin 2013 bazuar në këtë parim t'ja u kthejmë të ardhurat parat qytetarëve, nuk ka mësues në Shqipëri që thotë se në atë periudhë nuk mu dyfishuar rroga. Nuk ka infermiere, nuk ka mjek që të dëshmojë të thotë se në ato vite rroga e tij nuk u dyfishua. Nuk ka pension tult që të thotë se pensioni i tij nuk u dyfishua. Nuk ka pension të mesëm që të thotë se pensioni i tij nuk u rrit me 60%. Nuk ka pension të lartë që të thotë se pensioni i tij nuk u rrit me 40%. Pse ndodhen këto? Thjesht parat qeveria grumullonte nga ju, që onerte ju, që ishin tuaja, aktin e parë kthente tek ju. Në këtë mënyrë miq, arritëm atë që kur në njëherë mofta nuk kishte ekzistuar. Çfarë arritëm? Të jemi qytetarët më mirë të paguar të rajonit. Rrogat në Shqipëri ishin më të larta edhe se në Bullgari, edhe se në Rumani. Pensionet në Shqipëri më të larta edhe se në këto vende dhe se në vende tjera të Ballkanit. Kjo ishte Shqipëria e vitit 2013. Nuk ndalen as pak, as për t'u krenuar, as për t'u lavdruar, po vetëm për t'i thënë çdo shqiptari se ka një parim për çdo qeveri që përfaqëson qytetarët. Dhe ky parim është t'ja u kthej parat qytetarëve që u merr. T'ja u kthej parat. Ku jemi sot? Në vitin 2025, pas 12 vitesh, çdo pensionist në Shqipëri mirëte pension më të madh se pensionisti në Malzi, në Serbi, në Maqedoni e me radhë. Rroga e ulët në Shqipëri ishte më lartë se në secilin prej këto vende përfshi Bullgarinë dhe Rumaninë. Sot, në qoftë se pensionisti në Shqipëri merr si pension mesatar 170 euro,
pensionistin Maltëzi merr 450 euro, Mirte 138 euro. Po pse? Sepse qeveria çdo vit është e detyruar të kthej parat qytetarëve. Rroga minimale. Rroga minimale në Rumani ishte 167 euro. Ishte 830 lei. Sot rroga minimale në Rumani është 3300 lei. Është rreth 800 euro. Pse? Sepse qeveria ju kthen parat qytetarëve. Ç'a ndodhi me ne? Ç'a ndodhi? Qeveria nuk ja u kthej parat qytetarëve. Jo vetëm kaq, prishti. Jo vetëm kaq. Se kjo është gjysmë e të keqes. Gjysma tjetër edhe më e rëndë e të keqes është se këtu çmimet nga vitin vit u rritën. Se këtu buka sot kushton 2 fishin, mbi 2 fishin e asaj që kushton të 2013. Kushton të 400-500 lek, kushton 900 gjerë 1000 lek. Se mishi sot kushton 1600-1800 lek, kushton të 700 lek. Se domatet kushton 100 lek, kushtojnë 400 lek. Se spesat kushton 100 sa lek, kushtojnë 400 sa lek. Pra, për të bleti qytetari dashur, aq sa ç'blen vitin 2013, të duhen 2 herë gjysmë shumë për ato blerje. Dhe rrogat nuk u rritën, pensionet nuk u rritën. Për të përballuar këtë rritje, sot çdo pensionist do të kishte pensionin 390 euro. Në qoftë se qeveria thatë do t'u indeksojmë, në qoftë se qeveria do ishte ndershme t'u indeksonte, pensioni juaj do t'ishte 390 euro.